Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salavatet dhe selamat ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Me lejen Allahut azza wa jall, do t'ja fillojmë një seri të re që ka të bëjë me kërkimin e diturisë dhe do ta komentojmë një kapitull prej kapitullve të njerit prej librave më të famshëm, më të vlefshëm, më të sakt pas librit të Allahut azza wa jall, që është libri i Sahihut të Buhariut. Ky kapitull është prej kapitullve të parë. Imam Buhariu e ka filluar me zbritjen e shpallës ose me fillimin e shpallës, pastaj me çështjen e imanit dhe pastaj me çështjen e diturisë. Por para se me i spjegu edhe komentu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ato që ka përmendur Imam Buhariu në kapitullin e diturisë, është mirë me u bë një hyrje rreth diturisë. Pse mësojmë na diturinë? Dhe kur themi diturinë këtu, ose kur ka përmend Imam Buhariu në librin e tij Kitabul Ilm, domethënë kapitulli i diturisë, çka nën kupton me fjalën dituri? A nën kupton diturinë në mënyrë të përgjithshme apo një dituri të caktuar? Sa i përket hyrjes, themi se na jetojmë në një kohë kur njerëzit shumica aty janë të prekupuar me dunja, jo me ahiret. Dhe për aty në çështjeve që kanë braktisë ose shumë pakës janë që i kushtojnë vëmendje dhe kujdes, është çështja e diturisë fetare. Shumë pak prej njerëzve interesohen me marrë diturinë fetare, çashtu çish ka ardhur ose çish e përmendin dietar. Ndoshta dikush prej tyre angazhohet ose interesojnë më shumë ato reelsat, shortsat. Dikush prej të tjerëve më shumë angazhohet me tregime të ndryshme. Dhe nuk angazhohen me mësu fenë, me mësu dijen fetare. Por e vrejmë se një pjesë e njerëzve ndoshta mund me ra dhe në shirk, edhe nuk e din që ka ra në shirk. Për arsye se nuk janë të ditur, nuk kanë dituri dhe rreth çështjes së besimit. Qoftë kjo çështje që ka të bëjë me shirkun e madh apo me shirkun e vogël. Ndoshta dikush për njerëzve edhe ndoshta edhe falet, po namazi i tij është i pavlefshëm. Për arsye se nuk i ka parasysh shumë për atyne rukneve, shtyllat përbërëset e namazit, e lënë ndonjën e për tyne, ose ndoshta nuk e din mirë marrjen e abdesit. Dhe për këtë arsye, parëse që nuk e merr abdesin mirë, atëherë mos marrja mirë e abdesit, pavlefshmëria e abdesit bën që edhe namazi me qenë i pavlefshëm. Sa i përket aspektit të shirkut, mund me përmend një çështje që ka të bëjë me shirkun e vogël, e cila është e përhapur tek njerëzit sot. Shumë prej tyre e përdorin dhe është në jargonin e tyre që qarkullon, bile disa prej tyre e përmendin edhe nuk ja vënojnë veshin. Ajo është betimi me diçka tjetër pas Allahut azza wa jall, betimi në besën. Kur thojmë për besë, se fjala për besë ka kuptimin pasha besën. Sepse në gjuhën shqipe janë dy shprehje të zakonshme që përdoren për me u betu në dika. Pasha Allahun, për Allahun, ose dikush që betohet në dika tjetër pas Allahut azza wa jall. Dhe dim për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili betohet në dika tjetër pas Allahut azza wa jall, atëherë ky betim, kjo shprehje që nuk ja vënon veshin, është përdor më të madhe gjatë ditës, mirë po kjo konsiderohet shirk i vogël, një prej gjunave të mëdha. Pra njëri mundet me bëjë gjuna të mëdha dhe mundet me hinë shirk të vogël pa e ditë, sepse nuk e ka studiu, ose nuk është interesu, ose nuk e ka marrë mendja që kjo mundet me qenë gjuna i madhe dhe një shirk i vogël. Po ashtu njerëzit të ndryshëm ndoshta mundet me bëjë zina, duke menduar se janë duke vepruar halal. Qysh? Për shembull, një njeri i cili është i martuar me gruan e vet. Dhe pastaj e lëshon gruan e tina. Një herë,
i kalon ajo koha e detit, ose e kthen brenda kohës së detit, që është 3 menstruacione ose 3 pastrime pas menstruacioneve, sepse ka mos pajtimi ndërmjet dietarëve, mirë pa e rikthen gruan e tij brenda kësaj periudhe. Këta që ka llogarit atij një herë që ka shkurrëzu. Ka të drejtë edhe një herë, po herën e tretë, atëherë më nuk konsiderohet ajo gruaja e tina. Ndodh që njerëz të ndryshëm me lëshu gratë e tyre në periudha, për shembull, çdo vetë lëshon ka një herë. Do të 10 herë ka lëshu. Ajo mos është gruaja e tij. Ajo nuk është më gruaja e tina, ajo është gruaja e huaj. Po ai nuk e ka ditë. Dhe kjo bën që ai njeri ndoshta me hinë zina, sepse ajo është gruaja e huaj, nuk është gruaja e tina. Pra njerëzit nuk kanë dije fetare, po ma keqe është se nga njerë edhe nuk pyesin, edhe nuk e interesohen për dijen fetare, dhe shpesh herë pra mundë me gjetë që edhe ibadetet me të cilat njeriu mundohet me tyne me u afru tek Allah Azza wa Jall me konë të pavlefshme, dhe me dalë njësa për Allah Azza wa Jall, na'udhu billah, për shkak të pavëmendjes edhe shkujdeset e tina, mos interesimit e tina që nuk ka pyetur asaj çështje, me dalë për Allah Azza wa Jall dhe me dalë me atë vepër të asgjësume. Me dalë me atë vepër të asgjësume, sepse është vepër që nuk është e vlefshme në aspektin fetar. Pra, çështja e ditorisë, që na do t'i trajtojmë disa çështje që kanë të bëjnë me diturinë, që nëpërmjet haditheve që ka përmendur Imam Buhariu, është një çështje shumë e rëndësishme. Dhe njeriu do të më interesu për fenë e tij. Ka njerëz që interesohen për gjëra të ndryshme, për çështje të ndryshme të kësaj bote. Secili në lamin e vet interesohet për çështjet më të imta. Mirë po, për çështjet më bazike që ka për detyrë më interesu rreth tyne, nuk interesohet. Në anën tjetër, vrejmë prej vëllezërve ose prej fetarëve, të cilët nuk e kanë të renditur atëfar mënyrën e kërkimit të detorisë. Për këtë arsye gjejmë se interesohen për çështje të mëdha, për çështje të tekfirit, për çështje të ndryshme, çështje të ummetit të mëdha. Ndërsa nëse pyet, ai din ruknet edhe shartet edhe vajibet, ato që janë vajibet në namazit, vajibet e abdesit, a din çish me marr abdes në mënyrë të vlefshme, dhe cilat janë ato gjëra që e prishin abdesin, e që cilat e obligon guslin, ose cilat edhe bojnë që namazi me koni pavlefshëm për shkak të atyne nuk e din. Gjërat elementare, ndërsa interesohet për çështje të mëdha. Ndoshta dikon me e fut ose me thonë lexo diçka nga Kur'ani, lexoj Fatihan, që të shumica dietarëve leximi i Fatihas është rukn që namazi pa ta është i pavlefshëm, nuk din mirë me lexu Fatihan. Ndërsa e gjen që interesohet për çështje të mëdha ose për çështje të pavlefshme ose të çështje të dorës së dytë. Për këtë arsye, ditoria që po flasim këtu, edhe që Imam Buhariu ka përmend, në rand të parë ka të bëjë me diturinë fetare. E çka nënkuptohet këtu ditoria? Këtu nënkuptohet me fjalën ditori ose në shumicën e teksteve prej Kuranit, prej Sunetit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur shprehja el-ilm, është për qëllim ilmi i cili afron tek Allahu azza wa jall. Ilmi që ka të bëjë me njohjen e Allahut azza wa jall. Dhe nëpërmjet tina njeriu arrin me e madhru Allahun azza wa jall, me u friku pe tij, me shpresu në ta, me dashur Allahun azza wa jall, me u bind urnave të Allahut azza wa jall. Po ashtu që ilm, kjo ditori ka të bëjë me njohjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk mundet njeriu me konsideru besimtar përveç se duke e shqiptu dëshmin wa anna Muhammeden Rasulullah, dhe se Muhammedi është i dërguar i Allahut azza wa jall. E kjo nuk kupton që duhet me ditë kush është ai i dërguar. Jo vetëm me ditë emrin e tij, po edhe me ditë pak a shumë rreth sirës së tij, po edhe me ditë shumë gjëra që kanë ardhur në sunetin e pejgamberit alayhis salam, në mënyrë që me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pa do të me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pa do të me njoft edhe fen.
duhet me njoft halalin edhe haramin, duhet me njoft sidomos gjërat elementare që kanë të bëjnë me ibadetet, me adhurimet, me abdesa, me namaz kur janë agjerimi, koha agjerimi kur janë Ramazani, me ditë çështjet e agjerimit. Dhe këto janë çështje elementare që duhet me ditë çdo musliman. Dhe nuk justifikohet përveç se kur jeton në vend të larg, në qoftë se nuk e din këto çështje. Për arsye se kanë të bëjnë me besimin, me çështjet elementare. Dhe është rrezik që përmena që mos më pranu ibadetet e atij njeriu i cili nuk ka dije dhe nuk interesohet. Dhe pastaj ibadetin e tij na bën dhe ibadeti i tij na është i pavlefshëm. Pasi që sharum këta, Imam Buhariu ka fillu me një kapitull dhe aty ka përmendur dy ajete kuranore. Babu fadlil ilm wa ahamiyatihi. Do thonë nën kapitull, brenda kapitullit të ditorisë, ku ai e sqaron vlerën e ditorisë dhe rëndësinë e ditorisë. Dhe ka përmendur dy ajete kuranore. Dy ajete kuranore, yerfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu azza wa jall i ngrit ata të cilët kanë besu nga ju. Për ata të cilët kanë dije ose ju është dhënë dija, i ngrit edhe më lart, në drejgjet më të larta, në kategori, domethënë në grada më të larta. Këtë ajet kuranor dhe ajetin kuranor wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Muhammed, thuaj o Zot, më shto diturinë. Këto dy ajete kuranore ka përmendur në kapitullin ose në kapitullin e parë, i cili është brenda kapitullit të ditorisë. Kjo është një prej atyre metodologjive të Imam Buhariu në përpilimin e kapitujve. Nganjëherë e përpilon një kapitull duke përmendur vetëm ajete kuranore. Nuk përmendur aty hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nganjëherë përmend edhe ajete dhe hadithe. Nganjëherë përmend vetëm hadithe. Nganjëherë përmend edhe fjalë të dietarëve. Nganjëherë përmend edhe fjalë të sahabëve. E kështu me radhë. Domethënë është njëra prej metodave të Imam Buhariut, e këta kemi sqaruar kur kemi folur rreth metodologjisë së Imam Buhariut në përpilimin e kapitujve dhe në kapitujve në Sahihun e tij. Kemi marrë një ders kur kemi folur për Sahihun e Imam Buhariut dhe kemi sqaruar këta në mënyrë më të gjerë. Mirë, po këtu e ka përmend vetëm këto dy ajete kuranore. Këto dy ajete kuranore e sqarojnë atë vlerën e dijes. E sqarojnë vlerën e dijes. Njëra prej tyre është yerfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah azza wa jall i ngrit ata të cilët kanë besuar pe jush. Do thonë ngrit besimtarët. Njeriu mund të qenë besimtar, por mos me qenë i ditur. Pa ka besimin në Allah azza wa jall, por nuk ka edhe aq shumë dituri. Ky njeri ka më shpëtuar nesër në ditën e Kiametit, sepse ka besuar Allah azza wa jall. Mirë, pa ata të cilëve ju është dhënë dituria, Allah azza wa jall ngrit edhe në drejgje më të larta, në grada më të larta. Këta kanë pozitë më të lartë. Dietarët kanë pozitë më të larta ka Allah azza wa jall. Dhe kjo është përfaqet edhe në hadithet e tjera dhe në citatet e tjera. Prej aty në haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë atë pozitën e lartë të dietarëve, është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa innal ulama warathatul anbiya. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberët, kush janë njerëzit më të mirë? Janë pejgamberët. Janë pejgamberët ata që Allah azza wa jall i ka përzgjedh dhe ka dërguar tek njerëzit për më sqaru ata që Allah azza wa jall ka shpall, edhe që i ka urdhëruar njerëzit me to, ose që i ka ndaluar nga ato vepra pahishme. Pra njerëzit më të mirë edhe më të vlefshëm janë pejgamberët e Allahut azza wa jall. Pejgamberët e Allahut azza wa jall janë njerëzit më të ditur rreth Allahut azza wa jall. Dhe janë njerëzit më të devotshëm. Pas tyre vijnë dietarët. Pas tyre vijnë dietarët, të cilët e kanë trashëguar dijen nga pejgamberët. Për këtë arsye, në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Wa innal ulama warathatul anbiya." Dietarët, çka është për qëllim këtu me fjalën dietarë që kanë dije fetare që kanë trashëguar ose kanë marrë këtë dije fetare, kanë trashëguar nga pejgamberët. Janë trashëgimtar, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të pejgamberëve. Sepse pejgamberët thotë nuk kanë lënë trashëgim as dinar as dirham.
Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë se inna ma'shara al-anbiya la nurath ma taraknahu sadaqa. Na shoqëria e pejgamberëve jemi që nuk lojmë trashëgimi asgjë për çështjeve materiale. Ata që kemi lënë trashëgimi është në të vërtetë sadaka. Për këtë arsye, kur ka kërku Fatimja hisën e saj, nuk e ka ditë këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë pa Abu Bekri radiallahu anhu i ka shëruar që pejgamberët nuk lojnë trashëgim. Prandaj ty nuk përket hisja e atyne që ka posedu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberët janë që nuk lojnë trashëgim, asgjë. Mirë po çka lojnë trashëgim? Kanë lojnë trashëgim dijen. Dhe për këtë arsye gjejmë se një herë Abu Huraira radiallahu anhu, që në kohën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në atë kohë kur kanë nisë më shtliru vendet e ndryshme dhe njerëzit kanë nisë me ngajt mas dunjos, me u prekupu me dunja. Abu Huraira ku e kanë pa njerëzit që po prekupohen me dunja, po ngajt mas dunjas, ka thonë njerëzve, ka thonë shkoni në xhami se po shpërndahet, ka thonë trashëgimia pejgamberit alayhis salam. Çata që kalon testamente, kalon trashëgimi, që ata është o shpërndar. Esni ngani. Kur në shku aty kanë pa disa halakate, disa halka të dijes. Një hoxha atje ose një sahabi pejgamberit alayhis salam aty me disa dikujt aty mësu fen, dikush atje duke mësu Kur'an, dikush duke mësu hadithe kështu me radhë. Ka thonë ku është ai? I kanë thonë ku është ai? Aja trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na theu Abu Huraira, ka thënë që kjo është trashëgimia e pejgamberit alayhis salam. Çka është trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Çka dia është trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë menduar që është trashëgimi materiale, që me shku edhe me marr bile kurgjë, ndoshta kishin mund me përdorë si kërkim të bereqetit në mënyrës disa pejgjunëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse kalon prej diçka prej rrobave të tij për shembull, si trashëgimi. Mirë po, Abu Huraira e ka shëruar se trashëgimia pejgamberëve është çka dia. Dhe dietarët pra kanë pozitë të lartë. Kanë pozitë të lartë, sepse Allah azza wa jalla ka graduar nëpërmjet dijeve, dijes që kanë ata, mirë po kjo dije e cila është dije fetare, karakterizohet me ato se nuk është dije vetëm që është informata. Nëse nuk zbatohet në praktik, atëherë ajo dije është e pavlefshme. Është sikur sa ata ehli kitabi, të cilët kanë pas dije, mirë po, o kona e dija është, domethënë argument kundër tyne. Ka qenë argument kundër tyne. Për këtë arsye ajo dija fetare është e cila në të vërtetë shkakton frikë ndaj Allahut azza wa jall. Për këtë arsye Allah azza wa jall në ajet kuranor inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, thot Allah azza wa jall. Në të vërtetë dijen, me të vërtetë frikën e vërtetë e kanë Allahu azza wa jall kush dietarët. Shumë prej njerëzve e kanë kuptojnë këtë ajet kuranor dhe mendojnë edhe i shohin për shembull e kuptojnë se ose e keq kuptojnë se me fjalën dije këtu është për qëllim dija në përgjithësi dhe këtu për shembull vërejnë se domethënë kemi fizikant, e kemi biolog, po shumë për fizikantëve dhe biologëve janë ateista. Thotë këta të cilët e kanë studiu kozmosin, këta të cilët e kanë studiu natyrën, edhe qenjet e ndryshme, gjallëset e ndryshme. Kjo dije tyne që nuk kanë diku që me besu Allahun azza wa jall. Atëherë çfarë është kuptimi i ajetit kuranor? Kuptimi i ajetit kuranor është se dietarët e cilët e dinë ose kanë njohuri për Allahun azza wa jall, për emrat, për cilësitë e Allahut azza wa jall, për veprat e Allahut azza wa jall, dhe kjo dituri e cila pastaj shkakton frikë ndaj Allahut azza wa jall, kjo është dija dobishme dhe që është dije kërkuar dhe çta janë ata dietarët që cilësohen në të vërtetë që janë dietar. Këta janë ata dietarët që cilësohen në të vërtetë që janë dietar. Për këtë arsye edhe Abdullah ibn Mas'udi ka thonë në një fjalë të tij ka thonë se innamal ilmu wal khashya. Ka thonë në të vërtetë dija është më friku për Allahut azza wa jall, me pas frikë Allahun azza wa jall. Me thonë dija vërtet është kjo, jo dija informat e thjesht, informat që njeriu e merr dhe e din si informat. Pastaj nuk reflekton kjo në vepër. Nuk i reflekton kjo që më bind Allahut azza wa jall, dhe më bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të vërtetë nuk është dije e mirëfillt. Nuk është dije e mirëfillt.
Në ajetin tjetër që ka përmend Imam Buhariu është wa qur rabbi zidni ilma. Edhe thuaj o Zot, ma shto diturinë. Ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me lut Allahun azza wa jall me këtë lutje, që me ashtu diturinë Allah azza wa jall. Thotë Qurtubiu, Allah azza wa jall nuk ka bërë që me diçka tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lut Allahun azza wa jall me ashtu atë, për shembull mallin, pasuninë, famën ose diçka tjetër, përveç se me dije, që tregon se dija është ajo e cila është e vlefshme. Ndërsa çështjet e tjera, çështjet e dunjos nuk ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me lut Allahun azza wa jall që mjaftu ato gjërat e tjera, përveç dijes. Kemi ajete kuranore të tjera dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për dijen. Për shembull ajeti kuranor kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Thuaj, a janë të barabartë ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë. Në shikim të parë, ky ajet kuranor, secili për njerëzve me pyet e dinë në aspektin teorik se nuk janë të barabartë, ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë. Edhe në jetën e përditshme, njerëzit në jetën e përditshme e dinë që ai që ka dije rreth diçkaje, dije të dobishme, është fjala, edhe në çështjet e dunjos është më i vlefshëm, ai cili është në një pozitë pak më të lartë se sa i tjetri. Edhe pse në kohën e fundit janë përmbys ato vlerat. Janë përmbys vlerat, për arsye se sot më i vlefshëm në sytë e njerëzve është ai i cili ka pasuni, i cili ka parë. Për këtë arsye dhe i afrohen atina i cili ka parë dhe pasuri. Ndërsa ai i cili ka dije, ndoshta mund të qenë më i varfër, nuk e afron atina, se s'ka ndoshta as pozita, as pasuri, as kurrë gjë. Mirë, po në përgjithësi gjatë kohërave të ndryshme të njerëzit e dinë edhe në qoftë në aspektin teorik që nuk janë të barabartë ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë. Mirë, po ky ajet kuranor ka në një kontekst tjetër. Sa ajeti kuranor ka filluar me fjalën e Allahut azza wa jall. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Thuaj, a është i barabartë ai i cili qëndron zgjuar edhe është i përqendruar fal namaz, domethënë për Allahun azza wa jall natën, qëndron natën zgjuar duke falur namaz. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima, domethënë duke qenë në sejdë, duke qenë domethënë në këmbë, edhe të cilët shpresojnë shpërblimin e Allahut azza wa jall, edhe frikohen ndëshkimit të Allahut azza wa jall. Masalan ka thonë kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Çfarë do të thonë kjo? Do të thotë se këta janë dietarë e vërtetë, që kanë frikë Allahun azza wa jall. Sa ajeti kuranor ka filluar me këtë. Do të thonë ka filluar me ata dietarët ose ata të cilët kanë dije dhe kjo dije ka bërë që ata mu ngrit mu fal për Allahut azza wa jall, me u frigu dënimit të Allahut azza wa jall dhe me shpresu në shpërblimin e Allahut azza wa jall. Kjo dije ka bërë që ata mu ngrit natën me fal namazin dhe për këtë arsye është përmendur kjo pjesë ajetit kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Thuaj, a janë të barabartë ata të cilët dinë. Domethënë kanë dije fetare që me të cilën e njohin Allahun azza wa jall, edhe i frikojnë Allahut azza wa jall, edhe shpresojnë në shpërblimin e Allahut azza wa jall. Kjo është ajo dije e dobishme dhe dija e vërtetë. Pra, nuk janë të barabartë ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë. Është fjala zakonisht për dijen fetare, për ata të cilët po edhe në jetën e përditshme njerëzit e dinë që nuk janë të barabartë, nuk janë të barabartë. Për këtë arsye edhe Allah azza wa jall ka bërë që më thonë edhe gjallësat e tjera, të cilat janë të dreserata, të cilat janë stërvitura, me pas dallim mes tyre, në sojë të dijes. Pra në sojë të dijes. Allah azza wa jall kur ka fol se kur ka fol për gjëtin, për i rregullave të gjëtisë. Gjëtia çka në kupton? Kur dikush përdor një kafsh grabiçare se të dreserat, sikur se qanin, mund me përdore edhe orlin e skifterin, në qoftë se janë të dreserata, të stërvitura, mirë. Në qoftë se i përdor këtu për me gjujt një gjah, për shembull me gjujt kaprollin, ose me gjujt leparin, ose me gjujt diçka. Pe kafshëve të cilat ju hat mishi, pe mirë, po nuk janë kafsh shtëpiake. Ato kafsh janë jo shtëpiake,
kafsh, mirë po janë që ju hahet mishi. Kjo quhet gjah. Domethënë sikur se kaprolli, zebra, e kështu me radhë që e përmenda disa prej tyre. Këtu, në qoftë se përdor ndonjë kafsh, e cila i shqyn ato, i kap ato dhe pastaj ti e han mishin e tyre, lejohet veç me kusht që ato kafsh që ti i ndërsen edhe i çon për me gjutë gjahun me kon të dresirata, me kon të, me thonë të ditura, me kon me pas dije, me kon e dresirat. Ndërsa ajo kafsh e cila nuk është e dresirat, nuk lejohet më ngron mishi i saj, edhe pse ai qeni ose skifteri që e përdor njeriu ose diçka tjetër, mundon me kon që në aspekt dikuna me u duk për shembull që nuk po bën kur gjë kjo, se është qen, mirë po Allah Azza wa Jalla edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çish e ka sqaru Adi ibn Hatimit, e ka sqaru se në qovë se një qen i cili është idha sada kelbu kel muallam, qeni i dresirat, atëherë fe kulhu, ka thonë, në qovë se e gjun një gjah, qeni yt i dresirat, i stërvitur, edhe e kap ata, atëherë haje, se është e lejuar për ty. Dhe më thonë, Allah Azza wa Jall ka bo dallimin edhe në dije në mes të kafshëve, cilat njeriu i ndërsen për me shku me gjutë gjahun. Që dhe më thonë edhe këtu është përfaqet ajo vlera e diturisë. Ka dallim mes kafshës të dresirat dhe kafshës jo të dresirat. Kur e dërgon edhe thu bismillah, edhe dërgon edhe ajo kafsha dresirat e kap gjahun, lejohet me hungër. Në qoftë se s'është e dresirat, s'lejohet. Që do të thotë se dia ka përparësi edhe ka vlerë edhe në këtë pikë. Pastaj, prej atyne gjërave që, ose prej atyne citateve që tregojnë për vlerën e dijes, është ajeti kuranor ku Allah Azza wa Jall thot: "Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Azza wa Jall ka dëshmu. Kush është dëshmitar? Është Allah Azza wa Jall. Për çka dëshmon? Për çështjen më madhore, për çështjen më të rëndësishme, për çështjen për të cilën, domethënë janë krijuar edhe qetë dhe toka që është një mësimi i Allahut Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall ka dëshmuar se nuk ka të adhuruar me të drejtë pas Allahut Azza wa Jall. Vetë Allah Azza wa Jall ka dëshmuar se vetëm ai meriton adhurimin. Jo dikush tjetër prej krijesave, prej gjinëve, prej melekëve, prej njerëzve, prej gurve, prej statujave të ndryshme, askush prej tyre nuk e meriton adhurimin përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe dëshmitar për këtë është Allah Azza wa Jall. Po dëshmitar tjetër janë edhe angjëjt, edhe melekët. Këtu ka thënë wal malaika. Ka marrë për dëshmitar edhe melekët. Pra arsye se melekët janë krijesat e Allahut Azza wa Jall që janë të nështruara ndaj Allahut Azza wa Jall. La yasuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nuk e kundërshtojnë Allahun Azza wa Jall ato që ka urdhëruar, edhe veprojnë ato të cilën Allahu Azza wa Jall i urdhëron. Nuk e kundërshtojnë urdhën e Allahut Azza wa Jall. Wa ulul ilm. Po cili është lloji i tretë i dëshmitarëve? Për çështën më madhore, për çështën e tauhidit, për çështën e njësimit. Domethënë janë edhe ulul ilm, edhe dietarët. Që domethënë dietarët kanë pozitë, Allah Azza wa Jall nuk i ka përmend as mbretërit, as pushtetarët, as pasanikat, as njerëzit e tjerë, po i ka përmend dietarët në çështjen për me dëshmuar në çështën më madhore, që është çështja e tauhidit. Që do të thotë ka dëshmon për domethënë për vlerën e diturisë. Pastaj prej gjërave të tjera, se tash po i përmendëm, është se dietari vërtet ju sjell dobi njerëzve dhe krijesave në përgjithësi, saqë edhe krijesat e tjera janë ato të cilat bëjnë dua dhe istighfar për dietarët. Domethënë njeriu i cili merr dije dhe është prej dietarëve, pa e vërejt hiç, pa e hetu hiç, pa e ditë hiç, domethënë edhe krijesat e tjera, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu, Allah Azza wa Jall, edhe melekët, wa ahla samawati wal ard, edhe ata banorët e qiejve dhe të tokës, domethënë melekët edhe ata të cilët janë në tokë, hatta an-namla fi juhriha, edhe milingona në folen e saj.
wa hatta al-hut, edhe qoftë edhe peshku, edhe llojet e peshqve të ndryshëm, këtë llojet e peshqve, la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Bojnë dua, lutën për ata që e mëson njerëzve të mirën. Për njeriu i cili mëson mirën të njerëzve. Prandaj kush që mëson të mirën të njerëzve, fillimisht ai duhet me ditë për vete, ka kërku dituri. Ka kërku dituri dhe pastaj jo mëson këtë dituri të tjerëve, i udhëzon njerëzit me këtë mirë, atëherë, domethënë edhe me lajket, edhe gjallësat e tjera, pa e ditë, domethënë ka problem edhe lutën për të që Allah azza wa jall më fal gjunohet, edhe lutën që Allah azza wa jall më mëshiroj. Prandaj kjo është edhe kjo njeriu vetëm këtë hadith pejgamberit alayhis salam e pas parasysh se nganjëherë njerëzit thonë për shembull, po çka ka ajo vlerë ditoria. Po ka vlerë se ai njeri i cili merr ditori është për dietarëve. Pastaj merret me sharimin e të vërtetës, edhe i thirr njerëzit në besim. Gjatë periudhës që e thirr njerëzit në besim, ka mundësi me pas sprova të ndryshme, vështirësi të ndryshme, pengesa të ndryshme, peripeci të ndryshme, domethënë persekutime prej njerëzve të ndryshëm. Njerëzve që i thurin komplote, edhe dëshirojnë me pengu, me stopu davetin ose dëshirojnë me i bë dëm. Po den një dua atje, e ndonjë gjallëse, Allahu e shpëton. Ndonjë atina asaj milingonës ose atina peshkut që e shpëton edhe ruan Allahu azza wa jall. Edhe bëhet sebeb që ky njeriu domethënë me shpëtu pe atyne të këqijave, të njerëzve. Domethënë kjo është ajo vlera e ditorisë. Vlera e ditorisë. Po çelëm për çelëm vlerë të ditorisë në rand të parë, po flasim për ditorinë që ka të bëjë me Allahun azza wa jall, me njohjen e Allahut azza wa jall, me njësimin e Allahut azza wa jall dhe me mësimin e ditorisë. Për këtë arsye këtu kur themi vlera e ditorisë, nuk kemi ose vlera e kërkimit të ditorisë, nuk kemi për qëllim këtu vetëm hoxhallart ose ata talebet që janë shku me mësu. Ja, nuk janë vetëm ato për qëllim. Janë të gjithë njerëzit që vinë edhe mësojnë, janë të interesuar me kërku dituri. Dikush mundet me arrit pak më shumë në shtin zonë, me është prekupuar me çështjet e dunjas, po është interesuar me mësu dijen. Këta njerëz hinë këtu hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Men selaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Ai cili trason një rrugë në përmet sirës domethënë kërkon ditori, Allahu azza wa jall ka më lehtësu atij rrugën për në xhennet. E hadithet e tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kemi të bëjmë pra ju vetëm me studentat e dijes që specializohen për çështjet fetare, po njerëzit përgjithësi. Kush është interesuar me mësu dije, atëherë hin bi idhnillah në shumë prej haditheve dhe prej këtyre ajeteve kuranore. Për arsye se nganjëherë dikush tjetër mund të qenë më i dijshëm se sa ai tjetri. Nëse ka marrë mirë të sistematizuar edhe është në gjendje të vazhdueshme duke e marrë ditorinë, atëherë edhe ky njeri, domethënë mundet me arrit grada më shumë se sa ai i cili ka domethënë një farë lloj diplome, ndërsa se ka vazhduar më kërkimin e ditorisë. Ose kush e di çu ka marrë atë farë lloj diplome. Për këtë arsye njeriu i cili është interesuar për me kërku ditori, edhe vazhdon kërkimin e ditorisë, pa më parasysh aty në peripecive edhe angazhimet veta, le të di këtu citate, le të ketë ndërmend në mënyrë që këtu më shërby për ta si motivim. Më shërby për ta si motivim për me mos mund dal, me kërku ditorin, edhe ato rreziqet që janë për atë njeri i cili e lën kërkimin e ditorisë ose nuk interesohet e që bën që disa prej adhurimeve të tij me kon bakit pavlefshme ose me bëu disa prej gjunave që tham na me hi ose në shirk të vogël ose baki edhe në shirk të madh ose baki edhe me vepru harame me hin zina pa ditë hiç, edhe këto janë ato të cilat e nxisin njeriu me kërku ditori. Prej atyre argumenteve ose prej gjërave që duhet më përmend këtu, njeriu kur kërkon ditori, se kjo është një hyrje që domethënë e kemi përmend duke e sqaruar
atë kapitullin e parë ose nën kapitullin e parë që ka të bëjë me vlerën e ditorisë. Ne e përmendëm edhe shumë prej haditheve dhe ajeteve që nuk e ka përmendur Imam Buhariu, mirë po që kanë të bëjnë me këtë çështje, pra me vlerën e ditorisë që janë të shumta dhe nëpërmjet tyre, domethënë njeriu nxitet dhe motivohet për të kërkuar ditori, mirë po kjo ditori përmendëm edhe më herët. Njeriu duhet me pas kujdes edhe me ditë çysh me kërku ditori, me çka më interesu, se njerëzit në ditën e sotme ndoshta kanë thamë informata. Mirë po në shumicën e rasteve ose ato informata nuk shkaktojnë, nuk reflektojnë që ai me punu me ato informata. Për dallim prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që përmendet se ata kur e kanë mësuar një sure, ndoshta ka zgjatë shumë, sikur se Abdullah ibn Omeri që e ka mësuar surën Bakara për 8 vjet me radhë, qëllimi nuk u kon vetëm mësimi përmendsh. Edhe pse alhamdulillah ka njerëz sot që mësojnë Kur'anin përmendsh në periudhë më të shkurtë tash. Nuk do të thonë kjo me e lën mësimin përmendsh Kur'anit, mirë po bashkë me kon edhe imani dhe praktika. Edhe me kon imani dhe praktika. Po sahabët e pejgamberit alayhis salam kur e kanë mësuar ata që i ka vy. Edhe kur kanë pyet ata që i ka vyt. Nuk e interesuar me pyet se ka pas edhe ndaluar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bile janë gëzu kur ardhin beduin me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për çështje të ndryshme. Janë gëzu. Pra sahabët e pejgamberit alayhis salam kur kanë pyet për çështje që u vijnë në punë. Për dallim për njerëzve të sodit që pyesin pyetje të mëdha, pyetje të rënda, pyetje që s'është për ta, ndërsa nuk i dinë çështjet elementare. Nuk i dinë çështjet elementare që kanë të bëjnë me namazin e tyre, edhe me abdesin e tyre, me çështjet e përmirësimit të akides së tyre e kështu me radhë, që janë çështje shumë themeltare, këta nuk interesojnë për to, po interesojnë për çështje të ndryshme. Për çështje të ndryshme madhore dhe dojnë me zgjedh ato problemet e ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa nuk kanë dije tham elementare. E sahabët e pejgamberit alayhis salam tham ata interesu pse se kanë dalluar pe tjerëve. Pra arsye sa ata që kanë thonë ta'allamna al-ilma wal imana ma'an, ose që kanë thonë disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se këta كنا لا نتجاوز الآية من القرآن حتى نحفظها ونفقهها ونعرف ما فيها من العلم والعمل. Nuk e kalojmë në ndonjë ajet kuranor derisa ta mësonim përmendjes, ta kuptonim dhe të dinim çfarë dije dhe veprimi përmban ai. Fa utina al-imana qabla al-Quran. Tha na u dha imani para Kur'anit. Sa do të thonë? Do të thonë na u dha imani për arsye se e kanë synu nëpërmjet mësimit që me besu Allah azza xal edhe jo ka shtu imani i atyne para mësimit përmendesh të Kur'anit. Dhe për këtë arsye ata sahabët për atë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë dalluar prej të tjerëve. Ne kaq po përfundojmë se ka shumë prej ajeteve dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po mund me cek vetëm një rast të tregim. Me kaq po përfundojmë, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.